Janë dhënë detaje për meshën e varrimit të Papa Franceskut në njoftim bët me dijes të shtunë me 26 prill në orën 10 në ditën e parë të nëndiqit në sheshin përpara Bazilikës së Shenjtë Pjetrit do të kremtohet mesha e shenjtë e varrimit të Papës Romak Francesku. Liturgjia e varrimit do të kryesohet nga eminenca e tij, shumë i nderuari kardinali Giovanni Battista Re, dekani i kolegji kardinalor. Mund të bashkëkremtojnë patriarkët dhe kardinalet, të cilët duhet të jenë në kapelen e Shën Sebastianit në Bazilikë deri në orën 9, duke sjellë me vete mitren e bardhë prej Damasku. Krye peshqvint dhe i peshqvint të cilët duhet të jenë në krahun e Konstantinit deri në orën 8:30, duke sjellë me vete amitin, këmishën liturgjike, rripin dhe mitren e bardhë të thjeshtë, meshtarët të cilët duhet të jenë deri në orën 8:30 në zonën e rezervuar për ta në sheshin e Shenjtë Pjetrit, ku do të veshin amitin, këmishën liturgjike, rripin dhe stolin e kuqe që kanë sjellë me vete. Ndërkohë në përfundim të meshës eukaristike do zhvillohen lutja e fundit dhe lamtumira, me pas arkivoli Papës Romak do të sjellë në Bazilikën e Shenjtë Pjetrit dhe pranderin në Bazilikën e Shëmërisë së Madhe për varrosjen.